Tani, shiko, duhet të falsim për Iranin. Ende po ndodhin shumë gjëra atje. Dhe dua ta theksoj këtë, sepse kohët e fundit ju intervistuat udhëheqësen e Këshillit Kombëtar të Rezistencës së Iranit për atë se si duket e ardhmja. Le ta shohim pak atë pjesë. Çfarë roli parashikoni për gratë në të ardhmen? A do të shfuqizohen kufizimet e regjimit? Nëse do ta thoja me një fjali, të gjitha kufizimet e vendosura nga regjimi, politike, ligjore dhe ato të bazuara në ligjin e sheriatit, do të shfuqizohen plotësisht. Lëvizja jonë e rezistencës beson në barazi dhe liri. Kjo është arsyeja pse unë kam thënë vazhdimisht se slogani i lëvizjes son është jo hijabi detyrueshëm, jo fe e detyrueshme, dhe jo qeverisje e detyrueshme. Jam e sigurt se shumë iranian do të ndiheshin saktësisht njësoj. Na trego pak për këtë intervistë, sepse shiko, iranianët duan demokraci, ata e duan këtë. Mund të shohësh të majtë në anën tjetër të botës që po sillet si idiot tani, duke thënë, ne nuk e duam këtë, nuk e duam këtë. Po iranianët, ata e duan. A ka besim se do të arrijnë atje? Na trego më shumë. Unë mendoj se ka. Dhe kush në botën perëndimore nuk do të pajtohej me atë që ajo sapo tha, ku nuk ka më fe të detyrueshme, nuk ka më hijab të detyrueshëm, gratë kanë të drejta të barabarta. Dua të them shumë gjëra, kapitalizëm, gjykata të hapura, gjykata të drejta, e diti, gjithë fan gjërash për të cilat ajo foli në intervistën tonë. Dhe unë dola nga ajo bisedë dhe mendova, kush nuk do të pajtohej me këto, me atë që ajo përhaqëson. Kisha mundësinë të takoja dhe të flisja me të për një kohë mjaft të gjatë. Ishte para disa javësh dhe ishte shumë interesante. Prandaj mendoj se administrata Trump natyrisht po ndërmerr veprime ndaj Iranit dhe mullahët janë narrati. Po presim të shohim cili do të jetë hapi tjetër pas eliminimit të regjimit, sepse po del të jetë një proces i vështirë. Por populli iranian ka opsione dhe Mariam Rajavi më duket se është një opsion bindues. E dini, ish princi i kurorës është shumë në media kohët e fundit. Ai po flet për këtë, dhe në veçanti mendoj se dëshiron të rikthejë monarkinë në Iran. Kjo është diçka që ne amerikanët, dua të them, ne fjalë për fjalë e përmbysëm atë sistem qeverisjeje 250 vjet më parë. Dhe kjo nuk është një formë qeverisjeje në të cilën shumë amerikan, mendoj sigurisht që jo, do të donin të jetonin, dhe as nuk e kuptojnë mirë. Prandaj do të jetë interesante të shohim si do të zhvillohen gjërat në javët në vijim, si do të trajtohet regjimi dhe pastaj çfarë ndodh më pas. And so it's going to be interesting to see how this next few weeks plays out, and how the regime is dealt with, and then what happens after that. Absolutisht, dhe ke plotësisht të drejtë. Gjithçka që ajo tha në intervistën tënde, çdo person i arsyeshëm do të thoshte. Saktësisht, kjo është ajo që do të kërkojë në një demokraci liberale perëndimore. Shpresojmë që Irani përfundimisht të mund të ecë në atë rrugë, por do të jetë interesante të shohim çfarë do të ndodhë. Intervistë e shkëlqyer gjithsesi dhe ja vlen të shihet e plot. Dhe nuk është vetëm shpejt e shpejt, nuk është vetëm mirë për Iranin, është mirë për sigurinë e gjithë botës. Shikoni çfarë i ka bërë Irani Izraelit, Arabi Saudite, Shteteve të Bashkuara, shumë vendeve të tjera në rajon, në Europë e kështu me radhë. Vetëm mendoni se çfarë do të thoshte një Iran i lirë dhe pa armë bërthamore për pjesën tjetër të botës. Ke plotësisht të drejtë.